A thumë u kona i hoq këto a qka, Allah Ekber. Kjo onës. Te onë posilat. Veç ajni të e patë shumë maltretan qëndrime. Nuk pas ka? Tjetra është që ndalohet pirja e duhanit. Po që hajtë e dhezin. Sot bashkë me qëndrimin kam marrë të një vend ku vizitohet mas shumëte. Kam marrë të Katedralja Shënën Tereza këtu në Prishtinë. Unë e di që ky vend kryesisht shfrytëzohet nga trenjët edhe vizitohet mas shumëti prej trenjeve. Unë e di që kjo katedrale shfrytëzohet edhe për rite të tjera fetare, po që sot kam marrë për diçka tjetër. Kam marrë bashkë me qëndrimin me pa diçka që s'kemi pa ma herët. Ason as qëndrimin nuk e kemi vizitu katedralen prej lartë. Domethënë nuk kemi ngjit asnjëherë nalt edhe me pa se çka shihet prej naltit. Kështu që po shkojna bashkë me juve, pju marrë në qëndrimi bashkë me vete, se po në duke vetja se ato blogeret po të marrë me vete, edhe në pju marrë me vete, edhe po shkojmë i nalt, edhe po shohim qka ka Prishtinat mirë prej s'nalti. Hajde shkojna. Ka që më përshu vetën pas shyre. Qysh po njerë që këna më shku nalt? Mretëm! Hajde qëndrem, mretëm! Nuk e kam plan mjë shkoq për parim Ramës. Prej qëtuhit pja pasha komplet sheshen. Leta shijojmë pamjen. Pamja film. We had sex here. God forgive us. Po ja lexoj kushtet për vizitor në rast se nuk keni ardhur akoma dhe doni me ardhë me e pa. Personat në moshën 10 vjeç duhet të jenë të shoqëruar nga prindërit ose kujdesari. Ndalohet çdo vizatim grafit apo shkrim. Ndalohet bëdi hava veç këshërës, sa shumë vizatime në grafite ka. Bile ka dhe asit në dyta, nëse veç muna me u shprej kështo, që mu për veti s'po më pëlqenjë edhe s'po më bojnë përshtypje, po më gjajnë përshtypje të keqe. Tjetra është që ndalohet pirja e duhanit, e që gjithë se cili prej vizitorve që ke këtu deri qtash, kënë të edhez. Ashtë që unike, bile 1, 2, 3 ju thash nuk pijet, kështu që keni me pa dhe ju që e kom tregu që s'pijet, që ju që s'pijet pës për me dhez që to. Kështë përdorimet eventuale gjatë vizitës i bardë vetë vizitori. Vizitat eventuale jashtë orarit të caktuar duhet të lajmërohen në numër të telefonit. Çmimet për person janë €1.50. Do me thonë €1.50 kushton bileta, me qatë bilet mundesh me ardhë dhe me ndajtë të nditën këto nëse veç ki qef me ndajtë të nditën, ndërsa për qëllime komerciale kushton €10, që i bjen, për qëllime të tjera pas me ardhë me ndajtë si qikat këto që kanë ardhë vish me vizitu, mundesh me ardhë me €1.50, po nëse ki qëllime tjera për me gjiru diçka, për blogerët që veç e dina që e shfrytëzojnë këto, për me bo fotografi të llojeve të ndryshme kushton €10. Do më thonë, juve blogere, bashkë për me interesana i paguni ka €10 kur vene qëto. Nuk besoj që është kry qaj akt këto, po të paktën qëto grafite, o da është mos me u bu qëto, se po e shoh që edhe ndalohen, jo të ndalume me u bu qëto sene mbrenda objektit, e është që më pak këto ku paguhet për me ardhë, nuk besoj që dohet me u kry diçka e tillë brenda. Çmimi i biletës për ndryshe nuk është €2 që që keni bu, po është €1.50. E nëse dikush për këtyre blogereve tona të famshme që e shfrytëzojnë, unë e di që e shfrytëzojnë për fotografi, për spote, për lloje të ndryshme, që ata veç mendojnë që është objekti adekuat për me i shfaq ato vlera, që ato i shfaqin, ato duhet me pagu €10 shërbimin, do me thonë për qëllime komerciale, pra kushton €10. Unë pe du dikën që shumë, pa që të ndoke diçka thot era. Zdi me hnu se era e di, mësë më thonë po mënoha është më bo se aja, po mënoha është më bo se kësës, po mënona. Vishë mënoha me ja u kujtu pak që era e pa gjiru një spot, trane që kjo erë, frym. Era e pa gjiru këtu një spot, pra era i strejfe, kongën e dehun jam, e që dihet që e ka bo në brenda katedrales, për nalt nuk po jam e sakt, a e ka bo në pjesë të klipit saj këtu, po veç e di që qatë kongën e dehun e pas gjiru në katedrale këtu. A një kona herë ma herët? Që a bëllë që sifte. E të kajtë në? Unë bardhoj shumë që të. Okej, si hera e parë, qështë për ju duke? Kështë super, shumë mirë, mirë shumë. Qka po të pëlqen më të shumë të? Zdi ki të pëlqen. A po të pëlqen me që është të nalt, po se gjithë shka që? Po, kështu. A kini qef me arë ma shpesh, a tani me lonë vish me që t'herë, mësë me arë ma? Ju me ardhë edhe shpesh se tani ku bukuria. E pëse po menon kështu? Diçka që shihet shumë shpesh nuk ka
ka knatësi. E fituar me koma herët? Po që kjo është hera e dytë. A, për ty e dyta? Për më e fora. Okej, e qa për të qenë ma shumë? Qa për dalë për shtypje? Shtia, Albanesa. Kush të shtyti me orë? Do me vizitu? Shqyqja. Të nga të bani ty me për shoshe këta? Po intereson më animo reflektimi i dritës që shdohet një ndërtesa është ma kreative. A keni me atë përdu diku tjetër? Këtë motivacion për i para i kështë përdu diku në mosh? Qa ju kështë thonë? Po më atej për e mirë. Po më atej për e mirë. Qëka shka një mesazh për ata që nuk kanë ardhë hajlo? Po, në kisha thonë, më orë me vizitue se gjithka shqiptare. Kena mbon neve, na i mon traditat edhe na mon rojë tëna, isha shqiptare. Edhe disa shok që jenë, tash veç jenë bo, tash veç jenë punësu, jenë konë për para studenta, ata veç edhe më kanë tregu para me, që e kanë vizitue, kanë qenë shtu lartë, që më do këtë shumë mirë. Po në pjase asaj kohës ka mujtë më ardhe i sad. A u binde që është mirë? Po, mirë po më do këtë. Tash ka ndryshu Prishtina edhe ma shumë. Për para, nëjse do ndërtesa alemat vogla, tash po apet lartësia e bën, dyqysh e bën po mjene. Për besë, pa pik modestie, jam të ju thonë që ju lutna prej tokës deri në qiell, mos e shfrytëzoni për qëllime të tjera këtë objekt, se çush ju tregova edhe më herët, është objekt i shejt, edhe nuk besoj që do të më u kesh përdor, në rastin që e pat atje në atë mbishkrimin we had, na patëm, çka veç kishim bu këto, edhe tjetra shkrimet që jam të i po, emrat, vizatimet e llojit të ndryshëm, mos i bëni se nuk është e hiqme. Të paktën për synin tem, për synin e kamerës, për synin e kamermanit, për synin e shumë tjerëve që vinë me pa, edhe që vinë me u kënaq, me shfrytzu pamjen e mirë këto, ju lutna, mos e fillni limurin. Çka shprej meja, shihemi.